mirë është që tjetë e tëra aktive, mirë është që e tëra të ushtrojnë drejtën e votës, po ama kjo kërkon të regjistrohesh, kjo kërkon të marrish dokumentin. Natyrisht këtu dalim pak të çështja që i griti. Me ne nuk kanë rrugë ata që bashkëpunojnë me kundërshtarin tonë. Jo, ata nuk kanë rrugë me ne. A ka nga ata? Ka, s'mund ta mohojnë. Kemi patur. Atë shko me partinë tënde, ti s'ke punë me këtë parti. Kjo është parti që dhënë për opozit, kjo që dhënë me baflirët e me socialistët, ta më thënë. Ti e këshilltar, shkon dhe voton në projektet e Gjushit apo tjetit me radhë. Jo, këto nuk i pranojmë. Dhe me këta, ata e përjashtojnë vetën. Ndahen vetë nga ne, edhe nuk pësojmë asgjë, nuk mbasim asgjë për këte. Jo, për kundërzi. Por duhet ta marrim këtë problem me seriozitetin më të madh. Duhet ta konsiderojmë detyrë shumë të rëndësishme. Nuk duhet të heqim dorë nga vota juaj. Kur? Ja u them unë ju. Mos mendoni se heqja dorë nga vota juaj ndihmon partinë. Jo, nuk përkundrazi. Por ama do t'i bëjmë të vërteta, edhe listat, edhe votën, edhe procesin. Njerëz që luftojnë për të vërtetën jemi ne. Ndaj ta përmbushim mirë me ndërë këtë detyrë. Për sa i përket ndryshimeve statutore, ne jemi një fazë që po i mbledhim ato, të gjitha propozimet, ka propozimet shumëta, do krijohet një komision për vlerësimin e tyre, edhe në kuvendin tjetër do të diskutohen në Këshill Kombëtar, pastaj në kuvend. Faleminderit shumë. Për sa i përket, ai sigurisht që ka caktuar në një kardo për t'i dhënë RTS, të garantoj unë ty. Por shpresoj dhe besoj tek punojësit dhe opozita do reagoj. Si që bëri me teatrin, të gjitha vendet kanë televizionet, kombëtare në Europë, po ai do t'ja japi me siguri ati apo doj tjetër, se nuk është vetëm ai. Është një propagandë e të mërshme, miqtë e mi. Këta që dëgjoni janë 42 banalist që paguhen vetëm për dalë për të mashtruar ju në studio. Absolutisht. 42. Turpe kombëtare. Dalë për të mbrojtur në mënyra nga më të ndryshme Edi Ramën. Çdo natë shpërndajnë tezat e tij. Dhe tani pas kanë vu syrin edhe radio televizionit. Licencën ja jep dikujt, aty ndërton një kull, 54-sh, një baron droge, apo një organizatë kriminale. Por ne do bëjmë gjithë shka që ta brojmë. Në opera, doktor, kanë filluar në partije, kanë bërë shtëpi me mbrapa, të thënë ke partije. Për testuar tokën, mbana, apo se kanë pulla, mbrapa operës. Po. Ka projekta i. A y ka me borsh të plotësoj të gjithë kërkesat e karteleve të drogës, por problemi është të dashur miq se ata që e psojnë më shumë se kush do tjetër jeni ju. Si e psoni ju? Nga kartelet? Ja u themu. Euro bie me 35%. Mira normali është shqiptare që punojnë në eksport falimentojnë. Falimentojnë çdo ditë. Se fitimi i tyre nuk shkon 30%. Nuk shkon 35%. Po çfarë ndodh tjetër tek ju? Tjetër që ndodh tek ju çmimet rriten
Jo për fuqin tu i blerëse, por për fuqin blerëse të baronëve të drogës, të trafikantëve, të cilët janë gati t'i blejnë pallatet. Dhe Shqipëria është i vetmi vend në botë që ka tregues në ndërtimi 3 herë më të lartë se mesatarja europiane dhe çmimet shkojnë duke rritur dhe jo duke rënë. Po kështu rriten çmimet e ushqimeve, po kështu rriten çmimet e veshjeve, po kështu rriten shtrejtohet jetesa. Dhe njerëzit detyrohen të ikin për mos përballim në jetesë. Kudo do ndërtojnë 5 kulla dhe 12 ndërtime i dha kartelit Troplini me 10 korrik për kontributin që bërin zgjedhjet në tokë publike 38.000 metër katror tek stadiumi Dovana i Durrësit, Niko Dovana. Po, edhe aty do ndërtoj. Edhe tregun e dogjen për të ndërtuar. Dogjen një treg jashtëzakonisht e dhimbshme. Pse? Të paktën gjysmë e shqiptarëve vishej aty. Vishej aty. Nuk është treg vetëm shqiptarë, ta dini. Ai është një treg ku do në botë ekziston në një farë mënyrë. E dogjen për të ndërtuar. Qindra dyqane ishin aty. Dogjen magazinat, do në ndërtojnë kullat. Nuk kanë asi, ikni u tjertë. Edhe një diskutim të fundit këtu? Mirë, edhe 2 të fundit. I nderuar profesor Dr. Sali Berisha, një nga degët më të rëndësishme, siç e dim, është edhe arsimi. Çfarë prioriteti do të ketë arsimi në Shqipëri, duke ditur se shumë pak student e frekuentojnë degën e mësuesisë dhe shumë mësues largohen jashtë vendit. Faleminderit. Faleminderit. Do ketë arsimi është problem më serioz i një kombi. Dhe kthesa në arsim nuk bëhet do të kur, po nuk shënove kthes me mësuesin. Çilsi i kthesës në arsim është mësuesi. Në fakt, në ato 8 vite pushtet, ne mbi 2 fishum rrogat, dhe jo vetëm mbi 2 fishum, por i vendosëm në hierarkinë e rrogave në 1/3 e sipërme të rrogave. Me besimin se kjo shkallare e rrogave, që do vi duke u spostuar gjithnjë, duke u rritur sigurisht, dhe mësuesit do të mbetën në atë vend, çka ishte vend i favorshëm. Në fakt, me mësuesit, për mësuesit ne e bëm më shumë se për çdo profesion tjetër në këtë aspekt. Dhe përveç ndryshimit të infrastrukturës, ne nuk kishim, të them të vërtetën, asnjë problem për student në fakultetet e mësuesisë. Jo. Po pse? Mësuesi ishte profesion i paguar, i respektuar, i nderuar. Këta e katandisën, e përmbysën raportin, përzun, sollën patronazhist dhe militant dhe përzun mësues e përkushtuar, dhe shkolla shqiptare, rezultati i 8 viteve të tyre në PISA, është rënja më e madhe në botë që ka ndodhur në një sistem arsimor. Do me thënë, Shqipëria ara me 68 pikë në matematikë.
rami e të mërshme. Rënje jashtë çdo lloji. Ndërkohë, ato 8 vitet tonat shënuan rritje vertikale. Sigurisht që ishim poshtë, nuk ishim aty ku duhej, por rritja ishte vertikale. Dhe nëse vazhdojnë në atë mënyrë, Shqipëria do kishte një arsim të respektueshëm. Këta e kanë përmbysur arsimin. Ju siguroj se prapë ne do fillojmë me mësuesin, do vendosim mësuesin në pjedestal një herë, do modernizojnë shkollën. Në atë periudhë që po flasim, ne shtrim internetin në çdo shkollë. 25.400 kompjuter në të gjitha shkollat e vendit. Internetin e blinim me satelit. Shumë i kushtueshëm. Por e çonim aty. Kompjuterët u vollen me mira dhe u zhduken. Çfarë ndodh tani me kompjuterët? Jeni mësues, dëgjojnë. Tani bëhet tenderi për të blerë kompjuterin dhe tenderin e fiton Baxhanaku, Armand Frangu. Po, e vërtetë, e fiton tenderin për të blerë kompjuter për shkollat atje. Dhe sjell kompjuterët me çmim nga 7 gjerë 10 herë më të shtrenjtë se ata që blihen në dyqan jashtë. Çfarë do thotë kjo? Vjedh 70 gjerë 90% të fondit. Kjo është e vërteta. Është e vërtetë e denoncuar publikisht me dokumenta kjo që them unë. Sepse këta çdo gjë e shohin si të pasurohet. Ne i rikthejmë modernizimit të arsimit, kurrikules, mjeteve, do bëjmë gjithçka për një arsim modern dhe një mësues në pjedestalin e tij. Zotëria këtu.